أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظا لكتابك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن بطن لا يشبع ومن أدعية لا يستجاب لها يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أما بعد فالله تبارك وتعالى يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد صدق الله العظيم إن دروع جماعة së bashku në këtë ditë madhet mujve më të mëdhaj në historinë islame, në kalendarin tonë të dashur, duhet themi për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam me një gojë, me një gjuhë, me një za. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Në temën tonë të hapur në lidhje me frikën e besimtarit Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanuhu. Sot edhe atë tranzit shumë shkurt do të kalojmë në disa ajete dhe do t'i kemi së bashku për jetimet tona me fjalët e Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanuhu në lidhje me këtë temë të bukur, në lidhje me këtë temë me rëndësi për njeriu. Fjala frikë me Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanuhu e ka definicionin e vetë të mësuar nga dersi i javës kaluar. Arfealien Karram Allahu wajhah e kanë pyet se si muslimani i pregohet Allahu Jalla Jalaluhu. Çka janë veprat të cilët ai i bën? Edhe ne nga ona kujtojmë edhe besojmë se ky njeri Allahu t'i ka frikë. Çka bën ai? Çka vepron? Tha Radi Allahu ta'ala anhu. Do ju frigu Allahu Jalla Jalaluhu do të thotë. Ai e futi këta i nderuari, e futi këta në tri fjali këtë shkurta. Fa al-khawfu min al-jalil. Fa me urdhut Allahu gjithë fuqishëm. Wa rrida bil qalil. Fa me punu për me pas shumë, po me qenë i knaqur kur ke pak. Me punu për me pas shumë, me qenë i pajtum kur ke pak. Wal isti'dadu li yawm ar-rahil. Ka dhe me qenë i pregaditur për udhëtimin e madh. Pra për me urdhut Allahu Jalla Jalaluhu shenja treguese se njëri prej neve Allahu t'i tregohet sipas definicioneve të dhënura nga Aliu Karramallahu wajhah, pas kanë qenë pa me urdhut Allahu gjithfuqishëm në çdo vepër të thotë. Në çdo hap me qenë kujdesi jot në nivel se Allahu Jalla Jalaluhu është mbishiquesi absolut i veprave tua. Me punu me pas shumë do të thot pak gjumë këtë botë që ta kejtë vepër dhe dituri edhe me ju pregatit udhëtimit më. Cëllit udhëtim? Udhëtimi ma të gjemati jonë është i njërë për shkak se musliman a u përdor fjalla udhëtimi ma dhe ka të qarë për shkak litën. Udhëtimi i cili më mbrapa nuk nga lem nuk litë. Udhëtimi i fundin ndarja me familje, ndarja me nën e babë, ndarja me grua dhe fëmijë,
është darja për kësaj bote udhëtimi për në ahiret, udhëtimi më i madh, pa me qenë për këtë udhëtimi përgatitur. Të nderuar xhamat musliman, fjala khauf, fjala frikë në Allahun xhelle xhelaluhu, është shumë ngushtë e lidhur me fjalën besim, ndoshta fjala frikë në sas vetë besimi. Për shkak se mundet me u lohat besimi i njeriut nëse niveli i frikës Allahut vetë poshtë. Çdo njeri i cili ka formu bindjen e vetvetion e tij se me Allahun xhelle xhelaluhu raportet nuk janë të mira në disa stadiume, duhet ta ditë ai se besimi i atij ka ngel poshtë. Besimi i atij është dobësu e pastaj në fazën e ditë duhet ta lip faktorin, duhet ta lip shkakun. Çka ndodhi që ndodhi mua kjo? Unë mos t'i brigoj Allahu xhelle xhelaluhu. Kush lujti pra në vorrin tim? Cili ka ai evangji? Cili ka ai huaji që deportojnë në mbrëmësitë e mia, edhe mbani që unë edhe musliman, edhe Allahut mos t'i tutem, edhe musliman, edhe besimi të mlohatët, edhe musliman, edhe unë mos kem gatshmëri, do thotë, imuniteti jam bëhet aq i dobët saqë kush mrijet lujen meja dhe mbrëmësitë e mia të besimit, e tani unë mos ta di origjinalin tem ku ka bërë. Këto fjalë që i puna tash në fund, xhamatit i ka anije mos me i kuptu, për shkak se shembullin s'jam kemi sjell hala. Kur ta sjellim shembullin në fjalë pa kuptueshme, çdo gjë bëhet e qartë. Tash tim këtë zaman, këtë kohë, kur njerëzve ju kanë turbullu gjonat e besimit e dhënë jo besimit. Ju kanë përzi dhënë të huja me drejtën. Kur njerëzit s'kanë më mundësi me dallu ku e ka ora vetë mejën edhe ku fillon e huja. Njerëzit i kanë humbë. Njerëzve ju kanë thi valët e antenave të pranimit e dhënjës së shëndosh të valët me besimit vetë. Çdo gjë e morën nga valët e antenave dhe mikrofoneve të huaja, për shkak se antenës vetë ato, edhe mikrofonave të vetë për veti, jam kanë lu dorë dhe i kanë ullë poshtë, duke mendu se po bojnë mirë. E faktikisht në atë rast i kanë ngrejt mikrofonat e qëtër kuj me u spjegu se çfarë duhet me qenë. E tjera tani me një shembull shumë thjesht, me një shembull shumë thjesht, edhe ata fjala e thjesht po mdo për në madhe bile. Ma thjesht se thjesht janë gati me lujt me muslimanin apo me jo muslimanin, me si cilin e me muslimonin ndoshta pak ma tepër. Me një kur gjohiq, me shëtit një musliman nga aspekti besimit, a i me pa vetëm, nëse ka mundësi me pa, se sa kanë ndjenjët e ati besnikut, sa ju kanë besnikut besimit, sa ju kanë bërë gjenjët e vlëpta. Kja një shembull shumë tjesht. Njerëzit ditave të fundit, pas kanë pa një hili nërë që po ma i ka drit mramje, ata njerëz të cilët i pritin të shansa, ata njerëz të cilët i pritin të shansa dhe i pritin me vite, për me lujt, për me manipulu me besimin e njerëzve, për me manipulu me besimin e njerëzve me lloj spjegime të kota, me lloj spjegime të mikta, e deri ku pas ka shku puna pra. Disave ju pas kanë thonë se kjo është shenjë i kiametit. Disa po thojnë se kjo është një gjë cila ka të bëjë me punën e përçuzve të lartë të rrimës. Disa pas kanë thonë se kjo gjë e dëmton njeriun edhe rrezitet, pra kanceri bëhet shti prej kësaj, edhe kejt njerëzit për 7 vite tashme kanë me vdek prej kancerit, miliona e miliona njerëz për shkak të rrezeve të kësaj që po ndodhen, e deri do pas kanë thonë se shumë nga këto dita është fundi i kësaj bote, më çdo gjë po merr fund, e deri ku pas ka shku puna pra. Kanë aluhat një grue në trojet e tona me fëmiu i asaj në barkun e asaj pas ka pas shumë shqetësime të mëdha, edhe të mjeku i kanë tregu se e ke prej frikës, e pas ka pranu ajo vetë se jam tutut prej ati illit nërë që po kanë dritë.
jam tut shumë se thanë Kiameti ku bërë. O i ti modra im, në cëllin din jeti, në cëllin fe jeti, po si të bërë dita e Kiametit, a mos po dërnë veç ti me atë gjallin ta në bakë me pështu dikuna, që po të dhimë ta, qka po të me thonë ti me këta, se dita Kiametit e ti se në po e linë një mirës po e përmo, mos e keni jetë veç ti me tu si të bërë. Tani mos të qëtit, po si të bërë dita Kiametit, që shka s'ka përbashkët kjo gjohë që po e shofi një dinatësin me te, s'ka përmit përbashkët, po nëse bot ajo, mos po kujton t'i elbet se ajo se ka kona, ajo e ka konë, ani se kjo s'ka përbashkët, po asa i ka, e si të vejle ajo pra, asa është një prej shartëve të besimit ta. Nëse ka arkoha kjo bot me marë fund, gjatë që kjo në gjarje që janë nën, nuk meriton me da i marë kohën për këtë tim, po përtoj. Nëse e thasht ajo, a se ke një shartë prej shartëve të besimit ta, do të thot nuk je ujë para hoqës kohën, do të thot se baba i cilit ka eduku nuk ka qenë betar, nëna e cilat ka rrit nuk ka pas din, si ka dit shartër, ata shartë janë pra. Me besu Allahu një, me i besu me lejkën e ati di, me i besu kitabët e Allahu Gjelle Gjelalu, me i besu për nga mërë e Allahu Gjelle Gjelalu, me i besu kadarë dhe kaderin, caktimin e Allahu, edhe me i besu se dite a Kiametit ka mu bon. E tani, a pas ka dishka që di, jo kur gjohë ka që diqme, e ke besu ti me lejkët, ato janë këtu pra, është që di, kur pra që di, i ke besu librat e Allahu Gjelle Gjelalu, në Kurani Kerimin e ke ndorë, është diri që di, është zonë, jo, është problematik, jo, i ke besu për nga mërë të Allahu, i për nga mërën të Allahu të kjerë me vetë i qëtë din, Muhammedi nuk ka vdek, Muhammed a.s. për dit, po vend të ubo ma i gjallë, edhe ma i bukur, edhe ma i dashur, edhe të muslimanët, edhe të jo muslimanët, ti e ke besu pra se Allahu Gjelle Gjelalu ka zbrit, për me lajke, ka zbrit, për nga mërë, ka zbrit, se janë të shartë të besimit, e pse putron ditësh nëse dita a Kiametit bot, a janë shartët e besimit brenda se ka mu bot. Shka ndodhi, kur gjo s'ka ndodhi? Mendim jetë shpionimi të Amerikanëve dhe të tjetërit janë trondit bota. E nëse nuk kam jetë shpionimi, pra, e qka është pra kjo? Nëse nuk kam jetë shpionimi, qka është pra? Ashtë një objekt i Allahu Gjelle Gjelalu në hapsinën e lartë të ti, nëse nuk është një spionimi, është një objekt i Allahu në hapsinë. Si bashkë si që ki djele që nga ka bo sot dritë, edhe si kim këtë botë në ku jetojnë, në ratojnë me miliona tjere të cilëve drita Allahu, drita e tyre nuk ju ka orë halal tokë, për shkak se për të arrit rrezët e ative sa larg janë, i duhet miliona vite. Me 8 milion me fuqien e udhëtimit të rrezës dritës, e cila për 8 sekonda, për 8 minuta, i kalon 94 milion mila. Ose 148 milion kilometra. 94 milion mila për 8 minuta me udhëtu, miliona vite drite i duhen me rrezët e atin këtu me po dritë. Pra, nuk jeti vetë, nuk jeti edhe me vetë, kemi shumë gjonët këtë botë. Kur rotullini i kësaj toke për 24 orë në jep në të rotitën, një objekt në hapsinë selët për 8.000 vit një herë dhe vetës. Për 8.000 vite një herë, vetëm një herë, sa toka për 24 orë. Për 8.000 vite një herë, e një qasit dilit ndoshta po thomën e ose pra i vogël një batari, një dilët volt në hapsinë, i po do këtash me miliarda i rëzëqeri ju do këtë drita majtë e vogël, mos s'ka nevoj me ushqetsu, s'ka nevoj me luhat qeshke me besimit një kur gjoheq, apo, unë s'pa tham një kur gjoheq dhe hapsin, një kur gjoheq e kam nevoj një kur kosheq, e kam për qëllim, një kur kosheq, ne jemi musliman, ne kemi të qatë që kam ndonë hapsin me mija vite. Ibrahim a.s. tha falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi
فلما جن عليه الليل رأى كوكبا فkur e ka pa Ibrahim a.s. në kohën e arritjes fillimit natës, tha ilin, një të valë, një il. Edhe Allahu kush mëson gramatik shqip, këta më të miri na kupton, edhe nëse dikush e din gramatikën arabisht. Çka do të thonë gramatikën shqipe, i shquar edhe i pa shquar. I shquar edhe i pa shquar. Pra ilin të cilit Allahu në Kur'anin e Kerim nga sjellë, të cilin Ibrahimi a.s. shembull e mori për me thirr njerëzit në besim, e la të pa shquar në Kur'an. Fa falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaba. Fa e ka pa një il, do të thonë ku e dim një il veçan, një il me karakteristika të veçanta, ndoshta ka qenë çiki, atëherë se po thojë shkencëtarët tash, mas dini e 400 vetëve këta kur ta shohin njerëzit prapë. Unë po habite që e gruja e cila ka pas lëndime në barkun e asaj për punën e fëmijës nga shqetësimi i frikës se gratë kur kanë problem që kanë fëmijë në barkë, kur kanë probleme me frikën, me të vërtet kanë shqetësime të mëdha. Ato shqetësime unë tash do t'i spjegoj nëpërmjet ajetit Kur'anit e Kerim në suratul Hajj, në ajetin numër 1 dhe numër 2. Që ndodh aty? Pra që ajo grua e cila shqetësohet shumë burra, edhe shumë burra, po këtile s'ka shka më jura prej bankove, prej mërës jura për tishka. Që ajo grua e cila shqetësohet shumë, që ajo grua e interesant, e kanë dëgju se më dimi e 400 metrë njerëz do t'a shohin, edhe ata atut se po bëhet kja me din gone asa. Kja dimi e 400 metrë me tua. Njerëzit pra nuk janë të logikshëm. Njerëzit e kanë humbur çdo kontroll pra në këtë botë. Po më duket se çka kanë mendila, çka kanë çonta të xhepit, çka kanë fletore dhe lapsa, çka kanë libra dhe dituri, e kanë lëshuar to por sikur se kur s'duhet në ato në kur gjo me pas, e na pra shqiptarët duhet po. Asi populli i cili çka ka të vetën mundësi duhet me reduk, se kinë se karabin mo se s'ka ku një mundësi vetën, edhe tash duhet bja qirë derën mo, kejtë qërë qka të thojnë. E shka të thojnë qërë pra në thojnë po. Ku e ki imunitetin tanë? Ku e ki imunitetin tanë ti? Ku e ketja? Edhe këtë s'ke mujt me e kapë, edhe këtë s'ke mujt me e kapadise, por nëse bëhat ashtë prej shakëve që ne e dima, që dime dhe e besoj ma shtjes e 5 torë, edhe këtë se ki kapa. Ata shka vlami jemi dashur, apo me ndonë e vetë se si kanë plësua dhe asaj kushtëta. Ja Muhammed i thanë sahabët, o i ndërguar i Allah, kur bëhat dita kiamit? Kur sosët ajo? Kjo bëhat, kur sosët? Tha, sinfen, lem arahuma dha, shumë herë kemi spjegu. Pa tha di grupa njërës kur t'i shqip një doherës për rrugë, tha ajo po. Lam arahuma fi e jemi. Tha nuk i kam pa në kohën tëmë. Shtu tha Rasulullah s.a.s. S'janë tha këto di grupa në kohën tëmë, ju kur t'i shqip një rrugë. Se këto faktikisht në kohën tëmë zgudzojnë mu leju. Për këto njëra palë zgudzon, a njëra palë për ta s'ka nevojnë. Qa jo shka zgudzon? Ta nisaun kasiyatun ariyat, gra të vdeshura në kuriqe, mendojnë se janë të veshura. Kur ta pytësh, do të vesh me janë shka ka. Kur të hete për rrugë, ashtë provokatore. Ashtë provokatore me monirën e robën dhe modelin e asaj me njërën bërë. Ashtë provokatore dhe ashtë provoku se e morë. Provokon si të smuar o të shëndoshën në rrugë. Ruzuhun në ka aslimet il bukht. Tha, flokët i kanë në formën e kungës devës, në shpinë që e ka devja, se të frizora, të frizeri, shkojnë ato çdo ditë me i frizerizu, do me konë me i shëndu në frizerka. E tha, këtë grup njerës kur ta shqip një në rrugë, dita kiametit a ditë bo. E ti ori motra e me mësë që ditë, po që ditë asë përna ti i baluakim nëse ke pas tjerëve, këto di kushtet plëtsume. Ti s'ka në
dash ti s'ka nevoj më du të heq. Se ti a ke plotësu kushtët ditës kiametit ba. Ti e ajo e tila ke e këshamir, e ke shkërdu kustimin, e ke bon prej maksi islam, e ke bon mini qafir më ato dhe ke qit, e thash ti, i ke bon plot që që parashtroni hadisi, me njëra floj mësh me pravo kusën të nëzokat, ti mu sotër qëti se qdo posh për anim e fundit saj bote, kejt kushtët i ki plotësu ti, edhe ke qenë shkaktare me afruat dit të këne. Kjo grupi i parë, sa për nga meri këto s'gudzojnë me konë temë. Shans nuk ka. E dita grup, kur të shifti ju për rrugë, anë konë temë s'ka nevoj me parë. Tha rigjelun, në gjo mirë gjalleri, në gjo mirë. Tha rigjelun, alejhim sijatun, ka ebnabil bakar, jadribune bihannas. Tha një grup bura, e bajnë kuk një gjanë bishtit lopës, i rejnë njerëzit me ta. Kur t'i shqip një këto për rrugë, qa dit apo? Qa dit mërë punë he mërë lupu. Një grupë bura, në kukin e vetë e bajnë një gjarë bishtit lopës, i rejnë burat, ja dribune në nësë, i rejnë burat me ta. A i keni parë këti grupa ahalasi keni parë, të në kone për nga merit nuk ke, në kone tonë a janë këti grupa. Pra mësë që ditë mësë rapit fare, edhe me njajo me mëllë janë shumë nërmëll. A shumë nërmëll. Tha një Rasulullah, kur bot ditja kiamit? Kur kjo bot merë punë? Tha, la të kumës saa, hatta ju kellime ahadakum, shirakun alihi wa adhaba të sauti. Tha nuk bot ditja kiamitit, deri sa ju me janë qetrin të folmi në ripin e në allaneve edhe në tojën e kam gjikin. Tha në ripin e në allaneve pise doni me janë qetrin edhe në tojën e kam gjis. Shko të shpia, telekomi ta ka pru këta të dera. Edhe është mirë që e ka pru nëse e përdor mirë. Mere telefonin edhe atë fa mjeki që atë fa dëgjuese të gurja dhe të veshi, nëje në të vend ku nohët ripin e allaneve kur të batësh. Nëje në të vend. Nëse ndo, që në gjisëm milimetri në kompën tonë jetë vend bësh për një nësonë dhe qëtërës provoj këta më shumojë, atëherë hadisi për nga merit nuk ashtë në regull, po kjo së mundët me ndonë. Se ti me shku me e pa atë, se sa ajo flenë bukër mas gishta me kompës, kur të alojsh men të lonë se flenë bukër, se ti ishe telefon provoj. Më regull, edhe toja kam gjimët. Aj telefoni jonë, e ka një toje tërë të telefonis gjatët edhe ashe drevën, e që reherë njerëzit kur i kanë vrejë hajvanë me kam gjisë e shti, s'ka nevoj hajvanë, ato janë me shmu kejtë mo, s'ka nevoj për kam gjirë tash, nëse e drevë, për qëtër kam duhet me drevë, e vlejshin të gatë, e tani pak një plan mërë drunit, e të selshin mirë, edhe e kalojshin një qetërin për me hargju nga dalë, kur të hargjohë noja të në zgjilshin për me hargju nga dalë ata. Pra edhe nëse ke shiqut e të një telefonit, një pjesë atia është qashtu e drevën. Këto fjallë i ka folë zotriju i nderuar që një kashin nëtë. Tha kur të folni me një qetërin rritë më ladeve, edhe në dojët kam gjiu qatë herë. Pra kejtë kushtët janë këtësune. Tha kur bëhat dita kiametit ja Rasulullah, tha hatta jakuna amirukum Luka ibn Luka. Tha kur bëhat dita kiametit, tha dita kiametit bëhat atëherë, kur ju ta votoni, edhe të votohet nga dore e juaj, ma i përshtri i popullit, edhe baba e ati ka qenë musjaj. Qatëherë, edhe aj, edhe baba e ati ka qenë musi aj. Sa qatë herë. Kur bëhet dita kiametit ja Rasulullah, kur ven ajo, fa hatta entelide l'abatu rabbataha, fa nona kur ta linde zotninjë. Qatë herë bëhet dita kiametit, kur ta linde nona zotninjë e vetë. A ka lind, a hala se ka lind. Nona ka lind zotninjë në moti, prej atit kur gjali i parë në nëzgati ka thonë kisë mërvesh. Atit kur gjali në nëzgati ka thonë kisë din. Atit kur gjali edhe qika në nëzgati ka thonë ti nuk mërvesh gjo se kua ju ka qenë tarë.
ju keni qenë mbyllura, ju keni qenë në apsane, ju keni qenë në burg. Hajde pra urdo, ku shkut ju tash kur dullet prej apsane moj bia? Ku shkut pra? E unë po tham në emrin e Allahu Gjelle Gjelalu, se ato nënat për para kanë qenë të lira, e këto treja kanë hi në burgun prej të cilit shans nuk kanë me dalë nëse e vazhdojnë këtë jetë. Në cëllin burg kanë hi këto. Tash në cëllin burg kanë hi. Kanë hi në burgun e amoralitetit. Kanë hi në burgun, kanë hi në salën e operacionit të abortusit, a sala e operacionit të abortusit këtë bota është burgun më i madh. Kanë hi në salën e botës e cila është ka vërdis me SID, është ka vërdis me virusin i quajtër AIDS. Në këtë salë kanë hi. Kanë hi në salën e fësive dhe burve të smuara në këtë botë, prej fësive dhe burgjeve zona me dalë nëse nuk ka kujdes njeriu për me verë. A shumë vështirë me dalë. Kanë hi në burgën e quajtur Evropë. Evropa është burg. Kjo fjala shumë e madhe, evropianët shumë ju jetë hatri me ndëgjuse një hoqë, ka thonë një halli e hoqës balkonit, ka thonë kanë hi, Evropa është burg, Evropa është burg, unë nuk po thëmë Evropa është burg, evropianët kanë thonë Evropa është burg, unë po e përsrish fjallë, po e përcjell fjallën e ative, ato kanë thonë Evropa është burg, ato jam të thonë hala Evropa është burg. Gratë ative kanë thonë në qytetin e Minhenit, në Hamburg, në Düsseldorf, në Minhen, në Berlin, në Koblenz, në Oberhausen, në Bremen, në Kassel, në Würzburg, në Stuttgart, ato dulen vikatën rrugë në demonstratat më të nxehta që i pa historia e femrës Evropës tanë i dojmë të drejtat e gruas në islam. Se na keni bërë kafsh. Kështu thanë ato në parollat e veta, na keni shëndru në kafsh. Unë nuk po i thonë gjithë fjallët që ka i thanë ato, se për neve nuk jenë gjona që i përdorën, ato janë normal. Se kejtë gjona që ka jenë gjë normal, shumin se ative për neve është abnormal për shkak se na kemi moral. Të ndërruar gjëmo, jo se cili burg këtë burga, jo se cili burg këtë burga burg, këtë bota është burg. Po shumë burgje në këtë botë janë liri, e shumë mënirat e lirisë në këtë botë janë burg. Kua liria edhe kua burg? Liria është atje ku është e vërteta Allahu Gjelle Gjelaluhu. Burgu është atje ku njerëzit devijojnë. Pra çdo devijim është burg, e çdo burg ku bëhet e vërteta me vete është liri. Muslimat të ndëruar, Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Sha'nuhu, para të femnën e cila është qetësu, para të femnën e cila është qetësu pa lirë, është qetësu pa nevojë shqetësim. Prej një ditës e cila ajo është fri prej asaj për shkak se niveli i besimit ka ra shumë poshtë ajo. I ka ra mongut, i ka shku mongut një shatë krijesor i shatëve që për me qenë musliman. Allahu në Kurani Kerim, në surën El-Hajj, në ajetin numër 1 edhe ajetin numër 2 ka thonë: Bismillahirrahmanirrahim. Ja ejuhan nasu ttaqu rabbakum. O ju njerëz. Edhe në këtë ajet e ka përdor fjalën njerëz, nuk e ka përdor fjalën musliman, as nuk e ka përdor fjalën mu'min, fjalën besimtar, po e ka përdor fjalën njerëz, do të thotë, e ka përfshi muslimanin, e ka përfshi jahudin, e ka përfshi krishterinin, e ka përfshi ortodoksin, e ka përfshi protestantin, e ka përfshi budistin, e ka përfshi brahmanistin, e ka përfshi zejdistin, e ka përfshi të gjitha fe, me gjitha sektët e tani për e presin njerëzit ndoshta prej meje, me përdor fjallët gjitha konfesionet, su është ka për e përdorin këto politikanët e tonë, në për parlamente, në për diskutime, e për atojnë neve se na shqiptarët jemi të konfesionit islam, të mfalmi ju politikanët pra. Na shqiptarët nuk jemi të konfesionit islam, për shkak se fjalla konfesion, në këtë zamanin këtë fjallërën e ri, ashtë të përdorë shumë gapim, a fjalla konfesion nuk thot din, nuk e përfshin fjallën fe, fjalla konfesion e përfshin fjallën mazhab, ajo fjallën fe,
Pra na nuk jemi mezheb, se këto njerëz me vetdije po e bojnë të ndershëm xhamat këta. Nuk me bojnë putona, po e bojnë me vetdije, kim se na jemi më smramin me një fe takomi, mirë pa ajo fe pas ka shumë konfesione, pas ka shumë mezhebe, e na njëri prej ative mezhebeve na kanë shmi musliman, e zoni qetër mezheb kanë katolik, ama na më smrami kanë shmi një. Jo, s'ka mundësi me manipulu fare. Fjala konfesion ashe keq përdorë se ajo përshim fjallën mezheb. Na jemi musliman, feja muslimone, dini musliman. Katolikët janë dini, jo konfesioni katolik. Ato janë me fejë katolikët në çdo pa dokumentuar falsifikuese edhe falsifikate për veti edhe për andarë me saj. Konfesione është ortodoksizmi edhe katolikizmi me zveti. Ato janë di konfesionet të dinit katolik. Pra, jahudit edhe krishterët janë me një din takohen me zbramin, janë di konfesionet. Ama na jemi din veti pazor, ja prej ardhen e ka prej levri mahfuz. Me kejt librat edhe pejgamberat edhe rregullat edhe popujt e ati, jemi din veti. Pra Allahu xhelle xhelaluhu këtu, kejt këto fe edhe kejt këto sekte i ka fut me një fjallë katolia ju e nësë. O njerëz, ittaku yawman, frigonu, ittaku rabbakum, frigonu Allahu xhelle xhelaluhu. Inna zelzelat as-saati shay'un azim. Dita e kiametit, rënimi i objektave qiellore bashkë me tokën, nuk është gjë e vogël birre. Dita e kiametit, rënimi i objektave qiellore bashkë me tokën, nuk është gjë e vogël birrezë në diellit nat. I kanë bërë njerëzit dhe janë trishtu, e kanë humbur drejtimin e kerrit. Fa inna zelzelat as-saati shay'un azim. Fa dridhja e fundit e shkatrimit kësaj bote është gjë e madhe. Yawma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. A di qëta femën e cila ka mirë në barkun e asaj, ati nga friga e hedhë poshtë, por këto hinë edhe devja, këto hinë edhe lopa, këto hinë edhe delja, këto hinë edhe bulica, këto hinë edhe pela, këto hinë kejt femët që bajnë fëmijë në barkë. Ta yawma tadhalu kullu murdi'atin. Tha Allahu xhelle xhelaluhu, nuk tha gruaja, po tha çdo gjë që i jep qetrit me thirr. Yawma tadhalu kullu murdi'a. Tha dit tha çdo femën e cila i jep të voglës vet me thirr, edhe ka në barkun e asaj çdo gjë prej barkut pik poshtë nga friga që të ndodh. Pra, mos o musliman, mos i maksimalizoni gjërat të cilat nuk peshojnë, nuk bajnë pesh për të diskutuar me ta. Se feja jone është me mo, feja jone është me gjë, feja jone është shumë me ditur se sa mendojnë gjërat në gjitha aspektet. Yawma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha, wa tara an-nasa sukara. Prap njerëz, jo musliman, prap për të gjithë vazhdon. Wa tara an-nasa sukara. Tha njerëzit e kanë pamjen e të denjurit aty. Pamjen e ati që është pinë. E qisha e shka pinë, qisha? A ka njëri që s'ka pa njëri të pinë? Ndoshta të një fëmijë që s'ka shkuar në qytet, nuk i ka pa qisha i pinë, e unë duhet pak me spjegu se qisha njëri pinë. A njëri pinë ati qisha, majtë spari numër 1, është i humbur nga vetdia, nuk dinë më, apo budal. Cilësia e parë. Cilësia e dite ati apo 3. Hiq pa të pa kur një mërtan, asë nuk njët, është i gatshëm rrugë me pyet mos pa të ngurë dikush se unë jam këtu. Si të kalzon t'i murë, s'ka pa ku. Cilësia e 3 e ati është i lakë. Ala do i me. është i lakë, do me thonë. Prej djernave është mirë mos me i kalu për skajt. Erës alkoholit edhe erës arit. Mos me i kalu, është ndashme që mos me i kalu për skajt. Cilësia e 3 e ati, e 4 a i flen loq edhe nuk ne. Cilësia e 5 e ati, sa ma fort i do këtë sa atu flen publia. Cilësia e 6 e ati me vetë. E pse kur zoni ju pion ato e së për unë, ta po ma qetë 7 gjatër,
Ma që tërmur zuqë, a që ma që qëpa. Cilësia shtate ati, që ka bani ju kur të pini, vlavin te me vetë që shepate tjenë. Pra, Watara nasa sukara, Allahu ka thonë Kurani Kerim. Kështu pra njerëzit nga friga asaj dite, kështu do të cilën, a hiq pa pi, hiq s'da të s'kan shans, pa qenë të pi, kështu do të kemë pare. Qo e berë, qo e berë, një pijanë shka boni bura. A i do etë për s'ka i rrugës, një mjeshtër kishen të e maru një shpi. Ja kishen po drumin në thellë shpijës për shkak se zënjina, kur ta marojnë shpijës se marojnë si tonë. Në të shfar shpijë ku marojnë 10 me 10. A do t'i bajsh po drum? Po, 6 me 5 po drumin. E sa po një thellë pra? 1 metre e 20 centim. Shumë pas ke një thellë mirë. Zënjini 6 katë t'i poshtë. To në hënërë e 34 ma. Ndërteshti, zënjini. Një mjeshtër po e marojnë keni ndërtesë. Në skajt rrugës edhe e kishë mu peri. Eraj, që pula unë për ta. Por s'kaj e pa që ishtë ullu hatë, po e kishë një qirak a i mjeshtri shumë zavrak. Edhe janë dë gjemë tri që ka përnujnë, i kanë televizje shumë të kamshme në disa momente, me gjithë se pak si ndanë hinë, po aja jabori ta. Qka pak i njeri mjeshtri dhe vetë ta që s'pa e drejt. Mjeshtri dhe ashtë i ta tërheqe ta leje. Leje ta. I këta shka doja e bojë hasë të puna jote, mirë pati drivit ju bo me rakë me ditë. Edhe e boni vetëm që po dojnë me ndihmu se ki njeri pas ka probleme shëndetin i tha, maju për muri. Për perin që ishtë skajt po dru. I tha, maju për gami, maju për muri, edhe u majtaj për një me të t'i dur të ka. Funin e dini. Funin e dini. Kështu pra është që e pamja ative njerëzve. Allahu në lezelarë dhe kështu do t'jeni, në këtë mënirë do t'jeni, a ditë kur do shkatrohen gjitha gjonët, a ditë kjo botë kur do t'male punë. Watara nëse sukara, po tha, wa ma hum bi sukara, tha kalzoju ja Muhammed me Kur'an, se ato nuk do t'jenë pinta ditë. Po qka do t'nove pra? Pra walakin në adhab Allahi shedid. Tha dënimi i Allahu gjëlle gjëlle. Tha dënimi i Allahu gjëlle gjëlle do t'jetë i madhë shumë. Pra, keni ko me ju frigu Allahu gjëlle gjëlle. Keni ko me ndërtu vetë. A shkoa hala, sa është fundin, a shkoa hala me ndërtu vetë. Tha frigojë Allahu gjëlle gjëlle. Azabi Allahu gjëlle gjëlle është i madhë. Me siguri ima o i qik ima duhet me u përgjish për zhveshën tonë dhe thërë. Ima o t'i zotni duhet me u përgjish për një pluk të anës huj thërë. Ima o t'i trektari cili bozin s'po e thërë. Ima o t'i trektari cili po e mërë gjohë në halën mos të jetë të marë. Imam o ti cili e manetin e huj për mërë edhe po e halë të. Nuk me gjore që këtu për bantonë. Imam o gjalliri, imam nëse ti je gjumash e puna jote, s'ka kush mu ka për ta se ti e pri. Imam o lavi jam i dashur, ti që pranvera po të prit me u ka për ta sinqerisht, e ti do t'a shqip për sa pas dash me u ka sinqerisht me di gusht. Me di gusht është midisi i dimnit për ata që e punën tokën. Me di gusht është ma vjeshta dhe bora e parë kara për ato njerë që tokën e punojnë. Imam dënimi Allahu gjëllë gjëllalu. Imam o ti cili familjen tonë të ke vendos me ushqime haram. Imam është dënimi Allahu gjëllë gjëllalu. Imam është Allah vjem ti, i cili kur t'ka linë gjallë sefte, kur t'ka linë gjallë përëndit, ka mësu islami se duesh ati nëse gjallë është di kurbana me apre, e nëse aja është shpemën një kurban, e ti ke ndëgju prej ati markut, se kur t'linde sefte, nëse dëshironi ju shqiptarët me u bëha i freskët, i lëvdishëm, i ngrohët, i nëzër, i vlazruar, i trimruar, u duni me stërpik pak beraki kur t'linde. Dënimi Allahu të është i marë, dënimi Allahu të gjëralu me të vërtet është i ashpër. I ashpër është se harove Allahu.
e harrove pejgamberin alayhi sallam. I harrove rrugën tënde praktikisht. Pëlqeve çdo rrugë që e trasuan me tjerë. Të tjerë të dhëm rrugë pa trasuar. Rrugën e përçarjes edhe rrugën e ndarjes. Shpesh herë po të ndodhë Allah jemi dashur që përçarësit edhe ndarësit i ke shpallë miq më të ngushtë. E tash nëse nuk e kuptu ke fundit, nëse nuk e ke qartë, unë me një shembull shumë qartë të baj, se ta kam borxh me ta bërë qartë edhe ata pa fije rezerve. Shtetin tënde, e pave që ka pëjndohë. E pave që ka pëjndohë shtetin tënde. Vllaznive tu, për i zatë Zotit, me emën të Allahu xhelle xhelaluhu, pa rezerve dhe pa ju frigu kukuj. Për shkak se na jemi duke folë për frikën e Allahut, ato që Allahu t'i frikën morë që tërkuj, nuk ti më ju frikë. Ka thonë Allahu në Kur'anin Kerim suratul Ahzab, në gjuzin 21, Alladhina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu, ato që e transmetojnë librin e Allahut xhamatit vetë dhe popullit vetë, edhe Allahu t'i tutën, wala yakhshawna ahadan illa Allah, edhe kur kuj më veç Allahut nuk i kanë frikë, edhe as kush veç Allahu sinin se një trenë, pra në emrin e ati Allahu themi. Themi politikanët shqiptarë, pite ma i modhe të tërte ma i vogli. Pite ma i modhe të tërte ma i vogli. Edhe pytni, qka pëndohë në Shqipëri? I ke përgjigje të sisoj. Një shqetsim, por jo ashtë sa me ndohë. Njo. Po të që ka keme në thonë? Ka ndodhë një të lovi e cila nuk i ndodhë i këti popullin historikur. I diti. I treti, ka skaj, por duhet me u angazhu pak më gjallë. I katri, kur s'kan qenë dhimat më të nevojshme se tash. I pesti, neve shqiptarve në ka hije. I gjashti, nës dim për vete. I shtati, Evropa në drejtorë. I teti kemi miq larg, i nondi Moskofshin musliman. Sa të miq. Këto janë terminet e tona sot. A hoxha në emrin e Allahu xhelle xhelaluhu, edhe në emrin e shablonit Kur'anor, se çdo njerëz kur marrin aksion, na kallzon Kur'ani i Kerimi ku dalin me isbrami, edhe unë po tregoj pa çka ka menduar. Në emrin e Allahut. Jo politikan, se jo që, kam thonë, si hoqë, jo që je du politikën, jo që mirë në me ta, po e mërziti, po në emrin e Allahu xhelle xhelaluhu. Ta që ti kanë me umze pale e veriut Shqipëris me palën e jugut për luft qytetarë. Kanë me imze miqët të cilët po vinë me luren, e kur të mze mirë, do të avenë një rrëp me ushtarë në mesin e ative, zgjidhja do t'jetë një. Demokracia evropiane e cila kërkon me u bë referendum. Pra të jugut duhet me bë referendum, çka po dojnë ato, a bashk a veç? Kur ta bojnë referendumin do ta bojnë për veç. Pra i formun dishtit. Në emrin e kuj, në emrin e demokracisë. Kur krijet një proces, katolikët e veriut do të kërkojnë autonomi. Do të kërkojnë autonomi legale, autonomi territoriale, politike, krajnore, e këngëtore, muzikore, e koncertore, lloj, çka mos thuj, edhe atje do tjetë. Pra sa u borë i banë? Qita pra jemi? Qështu jemi kur me Allahun tonë s'jemi? Kur s'jemi të Allahun xhelle xhelaluhu, kur ati nuk i kemi frikë. Këto në ndodhin, a politikanet e tonë do të shofin këtë punë të arsishme, edhe unë për jo thamë në emrin e Allahut, se këto gjona kur ndodhin, njerëz të tonë kanë me arsjetu, thojnë se, kështu me një lafti, e s'pat qarë ndryshe. Shka me do? Më mirë qështu se hiq. Jo, të më falë, më mirë hiq se qështu. Më mirë, unë po të pisë pra. Me qenë se ti në shpijën tonë, e ke një shpi me 5 dhoma, edhe ati janë antartë e tu, ati janë shobërë jot, ati janë shkerë jot, ati janë kejtë tuat, ama e ke edhe një familje asi, mrena në qatë dhoma e dojnë, për i zatë zotit, ama mirë qashtu, ama mirë hiqë. Ja, ama mirë hiqë.
ma mira është me qenë musliman se hiç mos me qenë. Ma mira me qenë musliman se hiç. Po nëse qetër pra jo musliman, ma mira është mos me qenë. Inderuar i gjemot, shpesh herë me ndohë se këto biseda kur zhvillohen xhami, prej shumë njerëzve më dëgjojmë na se thonë se kanë venin me këto xhami qetër se duhet mos spjegu. Xhami qetër se duhet mos spjegu. Kur gjoga që kësaj sot se ka venin ma shumë se kjo në xhami. Kur s'kemi qenë pra në mëtojmë, kur s'kemi qenë ma të nevojshëm se për këtë gjohë në xhami. Inderuar musliman, regulli për formimin e njeriut edhe si shoqërie dhe si individ. Ka rrjedhë prej xhamie, s'ka mundësi me mohu. Besimi i cili nuk e trondit njeriun për një shka shem në tokë edhe shka shem në qiell, është mësuar në xhami, s'ka mundësi me mohu. Djemët edhe gjelmoshat, çunat edhe trimat, të cilët e sjellën të mira në familje, janë edukuar në xhami, s'ka mundësi me mohu. Djemët të cilët i dulëm zotë arës vetë, edhe pa fije shregullimi e këthidarën e vetë në sundimin e vetë, kanë pas qenë xhami të edukuar. Djemët të cilët me shumë diploma u këthin në shtëpi, bazën, që më është u këthin, bazën e kanë pasë në xhami, jo jashtë xhamisë. Pra, në këtë hije, kësa i shpije ku jetojmë na dhe edukohemi, këto e thithim qumshtin ma të bukur, edhe qumshtin ma vitaminës, i cili nga trazon prej gjumit, qumshtin cili nga ban shumë elastik, qumshtin cili nga ban shumë të thurur, mirë dhe armaturur e organizmi tonë si njeri dhe si shoqëri, nëse këtu nuk e thithmi, qetri për jashtë është bibiron. Qetri për jashtë është bibiron një, i cili e ka emrin USA, modelin e kam fjallën, modeli i bibironit, USA. Modeli D, bibironit D, mazit kaloj e faza pak manant, e ka emrin Made in Germany. Modeli i 3, i cili është i përzim me koncentrat të bluajtur nga miqi ajvanve, bibiron 3, është Made in England. Ati e për qatë lopjus mund. Ka ato i marun njeriut, i ma të mfalni, ato i përka mendja, edhe përka zbulimet, edhe përka ekonomia ative, shku në që lartë dashtë me i kalzu Allahut pak dituri, hasha, Allahut dituri me i kalzu, e i murën derat, e i murën kocit, e eshnat e mishi që po janë njeriu, në vend se me i urën për lop, i ngrinën në për mashinët e veta, i banën koncentrat një omër lop të krak, do me thonë lopa në hangë. Kur të haje lopa në e paralizohet. Kur të haje njeriu në e paralizohet, të mfalni. Lopa kur të haje këtë lope, aja lopë bëhet e smuar, pra bëhet në këtë mënirë që u bëhet. Edhe njeriu kur të haje mish njeriu, edhe aja smuat. Edhe njeriu kur të haje ide të njeriu qëtër si aja, edhe aja smuat. Edhe njeriu kur pranon pra që ambjate qëtëri si aja të vend sistemin, edhe aja ka hongër koncentrat të kosit njeriu si aja, edhe aja pa qëtër musmu. Edhe aja pa qëtër musmu. Mu për këtë shkak pëndodhi këto gjonë. E kemi fjallën, Allahu gjëlle gjëlemuhu, neve në bëmë prej ative që në Allahu t'i prigohemi, edhe asë kujve që Allahu gjëlle gjëlemuhu. Nuk i prigohemi asë kuj se kur kuj bërsh nuk i kemi. Nuk i prigohemi kur kuj se kemi marë asë gjo. Po ju kemi dhonë të gjithë dhe ma shumë se pra kanë meritu. Pra s'ka nevojë me ju këtu që të kujve që Allahu gjëlle gjëlemuhu. Inna alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ajeti i fundit, Allahu Gjelle Gjelalu tha shpëtim edhe sevape, pagesa të mëdha ditën e kiametit për ata njerëz që Allahun e kanë besu për edhe ju kanë frigu ati. Mos harrojmë në fund, pra e kemi një kërkesë, faleminderit që në mëtekën, e kemi një kërkesë shumë modeste. Edhe kemi kështu mendimin tonë se do të pranohet të xhamati pa u ngarku normal, pa u ngarku fare. Ditën e Bajramit, nëse Bajrami ndodh xumor, edhe ju që dini xhamatin dashur të na, nuk ndodh rishte, si ta shkruajnë ajo në kalendar të çike ditë, edhe më çat ditë mo. Po flitet se Arafati do të jetë për kurën e Bajramit të jetët, të na në kalendar është
Bajramit të ejtën, Arafatit të ejtën, Bajramit Gjumon, qish do të rrejnë na nuk e dim. Nëse na lajmërojnë diçka s'ka problem, po të na njerëzit janë të cungum nga kria që ju dheshin punë, edhe nuk kanë shans me ndru mu bo qish ka qenë për para. Ka qenë për para, pa televizor, pa mjet, pa radio, pa tranzistor, pa tokivoki, pa radio amaterizm, pa kur gjohë, janë lajmëru këtë gjohëna, ka nga njerëzit me sahat në kom me kalzur malsise, hona ka dalë, jo që shaprit, po ka dalë ndryshe. Tash kemi televizor, kemi radio televizor, kemi fax, kemi shka thash, kejt mjetët mos t'i theki, e kemi edhe një illin nalë që bilajnë e kalzor për dritë, finanset, kalzru, shka s'kemi tash, edhe përrim gjonat cungume. E pra, për ditën e Bajramit cëllën ditë nëllë, si ndodhe gjumon, në sebeb gjumon, nuk do të angazhomi, po të shtunë do të angazhomi. Do t'i majmë disa gara, për të cilët qish moti jemi organizun ka të në tonë me i majtë, ditën e ditë Bajramit. E ato gara, me siguri shumë kultura sportive do të ketë ati, e si vetë kemi vendosë edhe plest mi qitë me nga. Se këto shumë për nga si në përsoba në nga për kërëmi. E do të Allah me shka mos bile për ju kanë zëllë. E si vetë do t'i qesim a një poshtë të shofim. E pra, që ato gara, kemi bo në dhurata për ato kushtamone venin e parë, venin e ditë, venin e tretë. E pite venin e parë do të fillojmë me një musherë, tonë me një dash për t'i kanë me rrath e poshtë, atë musherën se kemi blesh drejtna, i kemi dhanë parët për gjepit, shëshnia jone e ngusht, i kemi dhanë parët shti, ju dhe në e nërë. Pra, kur falët së gjëmoja, në i linit të një dinora atje, na i blejmë do servisa, do papuqe, do pumba, do përkalla, jam në këtis me ative fune, edhe kështu që na Bajramin tonin të bojnë. Kja qëllimi, rini e ndërruar. Bajrami i jonit bo, edhe aja është i jonit, edhe të mësomin, manifestu qish jemi edukuna, qish janë gzut parte tonë, edhe Bajrami ka qenë ushtrim për dishka. Kja qëllimi ju. Edhe Bajrami ka qenë pregaditje për dishka. Pra këto janë qëllimit e tona, kam besimin e fort se ju këta s'na i kani prapë edhe në ndihmoni për ketë, se na po i gzojmë nga gjemët e tonë, kur 15 vite në për Bajrama ne kanë gzu qirë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Pa veç e të da gjëja? Nuk të përgjusë. Për në pas në korik, ma raketë këmi le? Ja, nuk në kështu. Shumë. 8 muzuet pas këmë vlimit në parë. Faleminderit. Muzat. Muzat? Po je dharma një muzat. E bom kolçi. Marke. Që di 50 marke? Ka më bino të zëjë. Ne marke, 50 marke.